Në kryeministri është mbajtur këtë të martë ceremonia e dhënies medalje e artë për gjimnazistët ekselent në vend. Rama ndau medalje duke thënë se gjimnazistët e shkëlqyer janë një shembull frymëzimi për shoqërinë. Ky është momenti kur kjo sallë ka brenda më shumë tru se sa asnjëherë tjetër. Është një ceremoni tradicionale që është edhe momenti më i bukur i fund vitit për mua në këtë zyrë, sepse besoj që nuk ka privilegj më të madh se sa të kesh detyrën të vlerësosh mundin, përpjekjen dhe rezultatet e njerëzve si ju. Shembujt janë shumë të rëndësishëm për të na nxitur që të vazhdojmë më tutje. Edhe shembulli juaj mua personalisht, edhe këtë nuk është se e them për herë të parë, e them sa herë ndodh kjo ngjarje, sepse është diçka që e përjetoj realisht dhe ndjej një kënaqësi shumë të madhe kur duhet firmos gjithë ato certifikatat që shoqërojnë medaljen. Dallimi i madh që bëni ju është pikërisht ky, që nuk shkoni në kërkim të justifikimeve, por shkoni në kërkim të suksesit. Dhe për këtë arsye juve jeni shembull frymëzues edhe për mua personalisht dhe unë ju falenderoj me mirënjohje për këtë. Ministre e Arsimit Mirela Kumbaro gjithashtu ka përgëzuar gjimnazistët për rezultatet e tyre, duke u shprehur se suksesi i vërtet matet me ata që bëjmë për të tjerët. Jeni 190 nxënës ekselent nga i gjithë vendi, që keni shkëlqyer me rezultatet tuaja të gjimnazit të maturës. Medalja e artë që merrni sot është një simbol i karakterit. Si të tillë duhet ta konsideroni sepse është dëshmia më e mirë dhe prova e qartë se suksesi nuk të vjen nga rastësia, por nga zgjedhjet e përditshme. Jeni 190 më të shkëlqyerit, por unë do të thoja se suksesi juaj i vërtet do të matet me ndikimin që do të keni tek të tjerët. Se si do ta përdorni gjeniun brenda secilit prej jush për të ndërtuar, për të përmirësuar jetën e të tjerëve e për t'i bërë gjërat edhe më mirë. Kjo medalje që ju do të merrni sot është një kujtesë e fortë se sukseset nuk kanë ardhur tek ju, por keni shkuar ju pas çdo suksesi të arritur deri sot. Në total, 190 gjimnazistë të shkëlqyer në rang republike morën medaljen e artë në kryeministri.